Pas muajsh të bërë blokadi institucionale dhe funksionimi me kompetenca të kufizuara, Kosova ka rikthyer normalitetin politik në konstituimin e legjislaturës së re parlamentare. Deputetët bën betimin në seancën e parë dhe zgjodhen strukturën drejtuese të kuvendit, duke i hapur rrugë menjëherë formimit të qeverisë së re. Në krye të ekzekutivit u rikthye Albin Kurti, i cili mori sërish besimin për të udhëhequr vendin pas përfundimit të mandatit të mëparshëm 4 vjeçar. Formimi i institucioneve të reja vjen pas një periudhe pothuajse 1 vjeçare me qeveri në detyrë dhe me një kuvend që kishte vështirësi në ushtrimin e plot të funksioneve të tij, duke ndikuar në proceset vendimarrëse. Zhvillimet janë ndjekur me vëmendje dhe nga partnerët ndërkombëtar. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme, Kaja Kallas, shprehu gatishmëri për të organizuar së shpejti një takim të nivelit të lartë me autoritetet kosovare, ndërsa raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Teras, përgëzoi qytetarët dhe qeverinë e re, duke theksuar si një ekzekutiv funksional është kyç për avancimin e drejtë BE-s dhe për zhbllokimin e mbështetjes financiare. Mandati i ri i Kurtit u nisi në një moment sfidues për vendin, me prioritet dialogun me Serbinë, forcimin e sundimit të ligjit dhe përshpejtimin e reformave që lidhen me integrimin euroatlantik.